Për shëndetje nga kuzhina Neri, sot kam vendosur përgatit një gjellë shumë çeshme për kura të ftofta e posër me plot vitamina edhe çka është kryesorja ushqim me lug i langshëm që të knoç. Krejt që kanë nevojën prej përbarzve janë 2 kaçika të mëdha kështu, i kom do në 4 pjesë, 8 patate i kom qeru të vogla normal edhe i kom ngri kështu në pjesë më të vogla. Një qepe move, një copë seleri ose selina, në qofë se nuk keni bën edhe pa të, një karot, gjys porrini, për ndryshe që i thuni ju plesh, një lugë të gjellës me salsë dhe motave, një lugë të gjellës veget, një lugë të mesme me hudhër të bluar, një lugë të qajt biberci, një lugë të gjellës me biber të kuq, një lugë të gjellës me mill, vaj edhe normal pak ujë në fund. Bismillah, fillojna me përgatitjen. E kemi marrë një tenxhere, kemi hedhë vaj edhe kom lënë vajin që të nxehet. Bismillah, tash marrën kaçikat edhe i qesim pra në vajin në nxehtë. Ka vëdit se mirë në të gjithë. Pasi që kemi ka vëdit kaçikat mirë, tash marrën qepën, patatët, seleri, porrin, gjysmë e porrinit ose trash, një karot, kemi ka vërdit patatët edhe krejt që i hedhën të rinjë, pra për një 2-3 minuta, është morëm salsën e domoteve, e getën, hudhrën, biberin e kuq, një lugë të gjellës mirë, një lugë të gjellës biberin kuq, traf, i përzimua të pasi që i kemi përzimua mirë, tash morim ujtë valë, pra, prej bakollit edhe e mbushim të gjellë. Tash e ullim temperaturën prej 9, 5 ose 4. Përzina mirë, edhe mbulojna tash të nxjerrën me kapak e lojna që zihet, edhe pse zihet shumë shpejt, një shiknus zihet po ashtu shpejt edhe patatet. E qesim kapakën dhe nxjerrën edhe lojna që zihet. Gjella për ndryshe çorba me mish të pulës është gati. E kemi zi pra për 30 minuta, temperaturën e kom lënë 5, mishi është zi shumë mirë, edhe çorba pra duket kështu. Nëse doni mundet me qitë edhe pak veget, nëse ju duket pak që nuk ka krep ose krep edhe pak, që është doni ujë, nuk e kom shtu as pak, kështu që neve na beft mirë, juve po ashtu nëse e provoni. Faleminderit për krajin që ma beni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them, miru pofshim.